Michele D'Angelo, 44 vjeç, profesor biologjie në Universitetin e L'Aquilas dhe shkencëtar me famë ndërkombëtare, ndodhej prej gati 2 muajsh në burgun e Fierit, pas një aksidenti rrugor më 8 gusht në rrugën Levan Fier. Autoritetet shqiptare akuzojnë për shkelje të rregullave të trafikut dhe braktisje të automjetit. Detajet e incidentit mbeten të paqarta, duke krijuar shqetësim në komunitetin akademik dhe institucionet italiane. Raporton ANSA, incidenti rrugor përfshiu makinën Lancia Y të profesorit dhe një Mercedes të drejtuar nga shtetasi shqiptar me inicialet S, i cili dyshohet se humbi kontrollin për shkak të shpejtësisë. Sipas njerëzve pranë D'Angelos, profesori po udhëtonte me 40 km/h dhe nuk mundi të shmangte përplasjen me automjetin tjetër. Autoritetet lokale akuzojnë për largim nga vendngjarja, një veprim që avokatët e tij interpretojnë si një reagim instinktiv dhe jo si tentativa ratisjeje. Më 19 shtator, D'Alfonso i drejtoi një pyetje presidentit Begaj, duke kërkuar bashkëpunim maksimal mes dy palëve dhe aktivizimin e instrumenteve të bashkëpunimit gjyqësor midis Italisë dhe Shqipërisë për të miratuar masa alternative ndaj paraburgimit. Profesor D'Angelo mban pozicione të rëndësishme në Universitetin e L'Aquilas, në institucione ndërkombëtare, përfshirë Institutin Sbarro për kërkimin e kancerit dhe Universitetin Temple në Philadelphia. Ai koordinon projektet e financuara ndërkombëtarisht dhe mungesa e tij mund të pengojë në përfundimin e projekteve dhe të rrezikojë financimet e universitetit. Rektori i Universitetit të L'Aquilas, Fabio Graziosi, dhe drejtuesja e departamentit Ana Maria Cimini shprehën shqetësim për gjendjen psikologjike të profesorit dhe mobilizimin për të kërkuar lirimin e tij. Shpresojmë që të gjitha nismat e ndërmarra do të çojnë në kthimin e tij të menjëhershëm në shtëpi. Çështja e Michele D'Angelo ka shkaktuar reagime të niveleve të larta politike dhe akademike, duke nxituar diskutime mbi masat paraprake në rast të aksidentesh dhe rëndësinë e mbrojtjes së bashkëpunimit ndërkombëtar në shkencë. Komuniteti akademik italian dhe institucionet shqiptare po presin zhvillime të mëtejshme dhe sqarime zyrtare për trajtimin e profesorit.